Austri në pas ka prova se nuk ka qenë Ismail Qemali ai që donte Shqipërinë, po e donte Austria. Përkundrazi, Ismail Qemali ishte vegle të tjerëve. E kjo është imposhtërsi absolute. Dhe ajo me të vërtet mund të ketë gjetur dokumenta atje, po sot mund të prodhosh çdo gjë. E kupton? Dhe ti shtirësh sikur janë të asaj kohe. E njëjta gjë ka ndodhur me Skënderbeun. Së fundmi kam dëgjuar një gjas me historian që pretendon se shqiptarëve. Po, se gjasme na pas ka ulumtuar në për biblioteka, më the të thash, të Italisë, të Romës, ku të gjaun, dhe na pas ka gjetur që Skënderbeu nuk e mbante vetë krujën, e mbanin napolitanët. Dhe Skënderbeu ishte vasali mbretit të Napolit. Kjo është poshtërsi absolute dhe nëse ka një njeri që duhet të shkojë në burg tani që nxit një fakt të tillë absolutisht të shtrembër dhe dashakeq historik. Kjo fjalë është njësoj me atë veprimin që bën Edi Rama.